Ka i përket kësaj pune, kjo është një punë shumë e zoshme, dhe me thënë, nuk mund të punoj gjithkush. Këtë punë, kush e ka me zemër e me shpirt, mund të punoj, sepse nuk është aq e lehtë. Rrugtimi im si fëmijë. Ma vonë vazhdova dhe shkollën. Dhe kjo është që kam rritur deri sot. Shkollën mbarova në Prishtinë. Nuk ishte e lehtë as në atë kohë kur unë fillova të mbaroj shkollën, sepse gjithçka ka ecur në ditën e sotit përpara. Domethënë shumë më ndryshe ka qenë atë në atë kohën time, sepse sot. Sepse teknologjia ka ecur shumë më përpara sot se atëherë. Sikur kam mbaruar shkollën, kam udhëtuar vetë me dëshirën time. Për krahje kam pasur prindërit edhe bashkëshortin edhe fëmijët e mi. Dhe me thanë, gjithmonë ato i kam pas krahja e madhe për mu. Nuk ka njeri që s'ka obligime, por ai që ka një përgjegjësi është vështirë. Dhe me thanë, gjithkush ka obligimet e veta, por kur është i lidhur në punë, obligimet janë pak ma anash njeriu i lën. Pak kohë kam për shtëpi, por fëmijët e mi kanë qef gjithmonë janë mësuar me do përgatitjet e mia dhe sado që unë jam e lodhur, ato kanë qef që unë t'ju përgatis. Sado vonë që të dalë pi punët, ato kanë qef diçka t'ju përgatis. Sepse nuk është e thanur se çka, por është dëshira atyre, janë mësuar nga fëmëria. Normal se ja arrin, sepse kuzhina është shumë punë e lodhur, por të thash, pak kohë ke për familjen, por atë pak kohë që ke, dua t'ju kushtosh.